Përshëndetje të nderuar televizionistë të TV Islam, të bashkë në emisionin Drejt Rrugës së Vërtetë. Deri në momentin në cili si iftarët unë do të shoqëroj me disa tregime. Ditën e djeshme ne folëm që pas vdekjes së Kabilit, Ademi alayhis salam lindi një djalë tjetër me emrin Sheth, të cilët i mësoi edhe çështjet fetare, edhe çështjet për sa i përket dijes njerëzore. Pas Shethit vjen djali tjetër, quhej Idrisi, i cili u bë profet dhe ishte i pari që filloi të shkruante. Nëse Idrisi alayhis salam ishte i pari që shkruajti, i pari që përdori statistikën, ishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur vajti në Medinë, u tha shokëve të tij: "Numëroni të gjithë personat që dëshmojnë se nuk ka zot tjetër veç Allahut." Para betejës së Betrit, ai kërkoi shokëve të tij: "I numëroni të gjithë ata që mbajnë armë, që mund të luftojnë nga burrat." Tregojnë shokët e tij që i numëruan dhe i gjetëm 1500 burra. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ishte i pari që kushtoi rëndësi mësimit të gjuhëve të huaja. Për Zotin, feja jonë është mbushur me thesare që ne nuk i dim. Profeti sallallahu alaihi wasallam e thiri Zeid ibn Thabitin dhe i tha: "O Zeid, shko dhe mëso gjuhën e Qiputëve dhe mos u kthe derisa të mësosh rrjedhshëm." Më pas tregon vetë Zeidi dhe thot: "Vajta dhe qëndrova mes tyre 18 ditë, dhe u ktheva te i dërguari i Zotit, të cilët i thash: E ka mësuar rrjedhshëm i dërguari i Zotit?" Ai më pyeti: "O Zeid, a i mësove rrjedhshëm?" I thash: "Po." "O dërguari i Zotit?" Ai më pyeti përsëri: "A mund ta shkruash atë?" "Po," i thash. Për 18 ditë kishte mësuar të fliste gjuhën e tyre dhe ta shkruante, kurse sot ne kemi të rinj që studiojnë anglisht për 12 vjet dhe nuk din ta flasin mirë. Rreth lindjes së Idrisit thuhet se ai lindi në Egjipt. Në fakt, diçka e tillë nuk përmendet në Kur'an dhe hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, por ajo që na bën të përmendim është se të gjithë librat që përmendin histori të marra nga rrëfenjat izraelite që përmendin këtë. Gjithashtu, në gërmimet e bëra për të zbuluar rreth egjiptianëve të vjetër, është gjetur se një nga profetët që u lind dhe u dërgua te ky popull u ngrit më pas në qiell. Këtë realitet e përmend dhe Kurani ku thot: "Dhe ngritëm atë në një vend të lartë." Dietarët pohojnë që egjiptianët e vjetër mund të mendonin se dikush mund të ngjitet dhe të udhtojë në qiell, pa qenë bazuar në diçka, kështu që diçka e tillë mund t'i tregues rreth lindjes së Idrisit alayhis salam. Emri Idrisit alayhis salam në Kur'an përmendet vetëm në surën Maryam ku thot: "Dhe kujton në libër Idrisin, i cili ishte i sinqert dhe profet, dhe ne ngritëm atë në një vend të lartë." Vendi i lartë në të cilën u ngrit Idrisi alayhis salam është qielli i katërt. Këtë na tregon profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, të cilin e transmeton Buhariu dhe Muslimi, ku përshkruajnë udhëtimin e tij në qiell. Kur u ngjitën në qiellin e katërt, pash një burr që ishte ulur, e pyeta Xhibrilin: "Kush është ky o Xhibril?" "Është Idrisi," më tha. Atëherë Idrisi tha: "Mirë se vjen profeti mirë dhe vëllai mirë." Teksa flasim mbi vendin e lartë, të cilin Zoti ia dha Idrisit, le të mendojmë për vete, valla do të kemi vendin e lartë në ditën e Kiametit. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Distanca mes dy gradëve të xhenetit është distanca mes qiellit dhe tokës, dhe se banorët e xhenetit do i shohin banorët e dhomave, ata që do të kenë gradën më të lartë, ashtu si të shihni ydhin më të largët në qiell." Imagjinojeni veten kur të shihni të njohurit dhe miqt në të dhoma të larta. Padyshim, ju shkoj mendja se sikur të mos e kisha vënuar namazin dhe për një vit do t'isha me ta. Nëse do e kisha veshur hijabin më parë, unë do isha në të dhoma. Vallë, cili për nesh do të ketë grada më të larta në xhenet? A ka ndonjë ambicios që thot unë? A ka ndonjë që është përmadhur për xhenetin Firdeus, i cili është në mesin e xhenetit? Për ti i burojnë gjithë lumenjtë e xhenetit dhe është vendbanimi i profetëve dhe dëshmorëve. Përse të mos jeni ju, o vëlla dhe motur, ata që do fitojnë? Kështu përfundon historia e Idrisit alayhis salam, i cili mbetet njeriu i parë që ka udhëtuar në qiell sipas Kuranit.
Ne nuk e dim si është ngritur dhe se si ka udhëtuar, por ajo që na intereson është se ai u ngrit në qiell, kështu të parët që mësuan dje ishin profetët, të parët që shkruan ishin profetët, të parët që udhëtuan në qiell ishin profetët. Prandaj, duhet ta kuptojmë fenë siç duhet me qëllim që të jemi të suksesshëm në këtë botë. Kjo ishte historia e Idrisit alayhis salam, dhe tani le të fillojmë historinë e Nuhut alayhis salam. Teksa do të flasim rreth historisë së Nuhut alayhis salam, do të shohim se nuk e kemi njohur atë siç duhet. Sapo ta njohim, do të ndjejmë se dashuria për të dënashtrohet edhe më shumë. Kushdo që kërkon të ftojë njerëzit në rrugën e Zotit, vetëm shumë shembujve të tjerë, duhet ta ketë si shembull dhe modele dhe profetin Nuh alayhis salam. Nuh alayhis salam është një nga pasardhësit e Idrisit alayhis salam, gjë që tregon se ata ishin nga njëjta familje. Po familjet tona valla janë të tilla, ku gjyshu ala trashëgimi fen dhe mësimet e fesë një për vetë të tij. Vall, ai merr fëmijët e tu që të mësosh fen dhe të njëjtën kohë të jenë suksesshëm në jetë. Vall, cili është kriteri yt të motor në zgjedhjen e shokut të jetës? A është feja apo pozita shoqërore? Ne nuk themi që të mos zgjedhësh me pozitë lartë shoqërore, por kriteri i parë është feja. Që nga Ademi alayhis salam deri tek Nuhu, familja e ruante fen dhe prej tyre dilnin profet. Mes Nuhut dhe Ademit alayhis salam kishin kaluar 10 shekuj. Këtë e përmendi profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të transmetuar nga Muslimi, ku dikush e pyet: "O i dërguar i Zotit, a ka qenë profet Ademi?" Po, ja ktheu profeti sallallahu alaihi wasallam, "Ka qenë profet i të cilit Zoti i ka folur." Ai e pyeti përsëri: "O i dërguar i Zotit, sa vite ka mes Ademit dhe Nuhut?" Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: 10 shekuj. Pra, periudha mes dy profetëve ka qenë 10 shekuj ose 1000 vite. Vetë se në fjalën arabisht shekull vjen dhe në kuptimin brez, një brez në atë kohë jetonte 1000 vite, kështu që mes Ademit dhe Nuhut mund të jenë 10.000 vjet. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër të transmetuar nga Buhariu thot: "Mes Ademit dhe Nuhut kishte 10 shekuj, të cilët të gjithë ishin besimin e pastër islam." Pra, në tokë për 10 vjet ka qenë monoteizëm dhe besimi pastër islam, kështu që në origjinë jeta në tokë është e ndërtuar në bazë të bindjes ndaj Zotit dhe se mosbesimi dhe politeizmi janë ndodhi që ndodhën më pas. Ky ishte fillimi i jetës në tokë, po vallë, s'do t'ishte më pas. A do të kthehet përsëri monoteizmi dhe besimi në Zotin e Madhërisëm, ashtu si t'ishte në fillim? Është e sigurt që besimi dhe monoteizmi do kthehen përsëri dhe Islami do triumfojë përsëri, ashtu si ishte në fillimin e jetës, në 10.000 vitet e para. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith: "Zoti më afroi mua tokën dhe pash se feja jon do përhapet në gjithë pjesën e tokës që më ofroi mua Zoti." Këto e themi që të na shtohet besimi dhe siguria në Zotin dhe të ndjehemi krenar që jemi musliman. Kjo me qëllim që mos të vi turp nga mulesa jote motor dhe nga përkushtimit, që të mos të thuash se kur më shohin shokët dhe shoqet do të tallen me mua. Po të vërejmë në hadithin e mësipër, thuhet se periudha mes Ademit alayhis salam dhe Nuhut ishin në besimin e pastër islam. Mos do të thotë kjo që feja e Nuhut alayhis salam ishte islami? Po, feja e tij ishte islami. Sot mendohet se islami është vetëm feja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por kjo është gabim. Pas islami është feja e gjithë profetëve. Por këtë le ta shohim Kur'anin kur flet rreth profetëve. Për Nuhun alayhis salam, Kur'ani thot: "Nëse ju më ktheni shpinën, unë nuk ua kam kërkuar asnjë shpërblim, pasi shpërblimin e pres vetëm prej Zotit. Unë jam urdhëruar të jem nga muslimanët." Kurse rreth Ibrahimit alayhis salam dhe Ismailit thot: "O Zot, na bëj në të dyve musliman dhe nga pasardhësit tanë umet musliman." Rreth Jakubit alayhis salam thot: "Ibrahimu u ala porosi djemve të tij dhe Jakubi u tha djemve: O bitë mi, Zoti ka zgjedhur për ju fen,
prandaj mos vdisni vetë se duke qenë musliman. Kurse Musaja a.s. kur i drejtoi popullit të tij i thoshte: nëse keni besuar në Zotin, atij i mbështeteni nëse jeni musliman. Kurse rreth Isait a.s. Kurani thot: kur ndjeu Isai vendosmërinë e tyre në mosbesim u tha: kush janë përkrahasit e mi në rrugën e Zotit? Apostujt thanë: ne jemi përkrahasit e fesë së Zotit dhe dëshmojmë që ne jemi musliman. Thot Zoti në Kuran: me të vërtetë që feja e pranuar tek Zoti është Islami. Kush një fe tjetër përveç Islamit, atij nuk do i pranohet dhe në botën tjetër ai do të jetë nga të humburit. Pra, që nga Ademi a.s. dhe deri në këto momente, feja ka qenë dhe është e vetme. Mund të ketë disa ligje, të cilat ndryshonin nga një profet tek një tjetër, por thelbi i fesë ka qenë vetëm dhe quaj Islam. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith: shembulli im dhe i profetëve të kaluar është si shembulli i një njeriu që ndërton një shtëpi duke lënë vesh vendin në një tulle. Njerëzit e vizitojnë dhe të habitur thonë: sa e mirë dhe sa e bukur, sikur të ishte plotësuar dhe ajo tullë. Unë jam ajo tullë plotësuese dhe unë jam profeti i fundit. Më sipër, përmendëm që bota gjatë shekujve kishte jetuar në besim të pastër. Atëherë, përse dhe si u dërgua Nuhu? Në fund të këtyre 10 shekujve, bota dhe njerëzit kishin filluar të ndryshonin. Tek djemtë e Ademit a.s. Shejtani ishte përqendruar më tepër te kjo grave, por më pas e ndryshoi planin e tij dhe pasi diçka e tillë nuk mjaftonte më, që të hynë në zjarr dhe të mos dilnin duhej diçka tjetër. Kështu filloi të përdor shirkun, shokvënien e Zotit. Që nga koha e Idrisit a.s. Zoti nuk kishte dërguar profet, pasi toka në ato kohë nuk kishte nevojë për profet, sepse njerëzit vepronin sipas urdhave dhe udhëzimeve të Zotit. Ajo që ndodhte ishte se rrugën e profetëve e përçonin dietarët, ashtu siç ndodhi me umetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, që deri tani e kanë përçuar mesazhin e tij dietarët. Kjo pasi çdo pjesëtari të këtij umeti i kërkohej që të luajë rolin që luajti i dërguari i Zotit. Pra, pas profetit sallallahu alaihi wasallam, toka dhe njerëzimi ka nevojë për njerëz të cilët do e përçojnë mesazhin e tij në tokë, dhe këta njerëz jemi ne. Ai që ndodhi ishte se pas Ademit a.s. deri në kohën e Nuhut a.s. u shfaqën shumë dietar, por 5 prej tyre ishin shumë veçantë. Emrat e tyre janë përmendur në Kuran dhe janë Weda Suva, Jegutha Jauka dhe Nesra. Këta kishin ndikim të madh në popull dhe njerëzit ishin shumë të lidhur me ta dhe respektonin shumë. Gjatë jetës së këtyre dietarëve të ndritur, shejtani nuk kishte ndikim mes njerëzve dhe priste rastin për ndërhyrë. Ai priti derisa vdiqën këta të 5, të cilët deri atëherë kishin mbrojtur njerëzit nga çdo devijim. 5 veta ishin mbajtur besimin dhe ligjet e Zotit të gjalla në tokë, të cilët prej tyre duhet ketë pasur peshë dhe ndikim tek njerëzit. Po ti o vëlla dhe motor, sa peshë dhe ndikim ke tek njerëzit, vallë, a i bën llogarit shejtani kur hyn në pallatin ku banon ti, apo je ti i pari që bie prej tij. Nuk arritit shejtani të ndërhyjë dhe priti deri në vdekjen e këtyre të 5-ve. Një këshillë e njeriu të mençur thotë: "Një burr sa për 1000 burra. Nëse nuk e mundësi një burr dhe mos u bëj gjysmë burri." 5 të ditur kishin arritur të mbanin rregullin e fenë e Zotit në gjithë tokën. Edhe në mesin ton ka shumë që janë qindra njerëz. Dikush mund të grumbullojë shëtitjet e saj dhe u mëson Kur'an, dikush tjetër u mëson shokëve dhe të afër me fenë, dikush tjetër që posedon një fabrikë e ndal punën në kohën e namazit, falet bashkë me punëtorët, të cilët fillojnë punën përsëri por pas namazit. Ka shumë njerëz të tillë, të cilët punojnë dhe mbajnë dhe njerëz të tjerë në rrugë të drejtë. Ka nga ato gra që mbajnë një pallat në rrugë të drejtë. Tani duhet ta ndërpresim, pasi është momenti i cilës iftarit argjerim të pranuar të gjithë argjëruesve. Asalamu alaikum.